Jem sot me 13 prill 2026, ku shënojmë përvjetorin e 2 dëshmorëve të kombit nga Krusha e Madhe, Dali Bera dhe Bekim Gashi, të rënë gjatë luftimeve mbi rrezet e fshatit pikërisht 27 vite më parë. Tash arritja Vandin Hoti, ministri Ushin Hotit. Pion Seledin Mulla Bazi, lloj komandant Micit. Përsëri bashkë me ne, në këtë ditë shumë të veçantë, në këtë ditë që i respektojmë dy nga burrat djemtë më të mirë të Krushës së Madhe, Dali Berën edhe Bekim Gashi. Në shenjë respekti për jetën dhe veprën e tyre, ju ftoj të gjithëve bashkë që të mbajmë 1 minutë heshtje. Në kanar çdo vit, po dhe nëse si përmenim emrat, falënderim deri në brez për secilin, e di që keni ardhur për të respektuar dëshmorën, kështu që nuk besoj që edhe do të ndjeheni ta na shkaluar. Rrofshi e qofshi, faleminderit. Bashkë gatu, ju të gjithëve që të vazhdojmë sipër fshatit, në rrezet e Krushës, tek vendi i rrezeve të Jerisë, që të vazhdojmë tutje me pjesën poliore. Ju faleminderit nga familjarë, miqë, shokë. Ju ftoj që gjithë bashkë të i vendosim buqetat me lule për lapidar. Hajde, shrash. Hajde, hojtë. Jeni gati? Ndarojmë dëshmorët. Lavdi. Tash po vazhdojmë lart. Ska dushman që
vjen për Shqipëni.